Kryeministri Edi Rama ka goditur vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila një ditë më parë anulloi shkarkimin nga detyrat të Erion Veliajt. Sipas kreut të qeverisë, vendimi i trupës të gjyqtarëve është në dëm të Tiranës, e cila nuk mund të vazhdojë të drejtohet pa një kryetar në zyrë. Nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni mbajtjes së tij në qelin nuk është më thjesht në dëm të rive të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të u shërbyer nga i zgjedhuri vet apo jo. Duke ju përgjigjur kritikëve të cilët e akuzojnë se kanë në kontroll gjykatën kushtetuese, por dhe argumentave që kjo e fundit përdori për anullimin e vendimit të qeverisë, me nota ironie, Rama i sugjeron dhe lirimin nga qelia të Veliajt. Çdo njeri normal që nuk shet tek qëndrimi kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, po një qëndrim të vendosur parimor nuk ka se si të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthejë Erion Veliajin në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë apo jo. Kryeministri e mbyll reagimin e tij me një kërkesë për zgjidhjen e ngërçit të krijuar në Bashkinë e Tiranës, ndërsa la të kuptohet se qeveria nuk do të heqë dorë nga përpjekjet për të zhvilluar zgjedhje të reja në kryeqytet. Po, çfarë ndodh tani? Sigurisht që avokatët e Velis me shumë gjaz do kërkojnë, kanë një argument shumë fort, pra kanë një vendim gjykatës kushtetuese për kërkuar ndryshimin e masës të sigurisë. Pyetja tjetër Martin është çfarë do bëjë qeveria, pasi gjykata kushtetuese të paktën në vendimin e saj ambig deri diku te kjo pjesa, pra i dha drejt zotit Veliaj, por nuk ja mbylli derën kryeministrisë të rinisë procedurën duke respektuar ato. Pasi le të themi, dhe këtu është deri diku ironia e vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila duhet ishte aq qartë të thoshte që Erion Veliaj është shkarkuar në mënyrë të padrejtë për shkak një ligji, për shkak një ndjenje të gabuar të kushtetutës, por i thot, duhet ta argumentosh më shumë qeveria dhe duhet ta respektosh procedurën. Pra ja lë të hapur qeverisë. Pyetja është, pas reagimit që pat sot zoti Rama, mendoni që do të ketë një ai ta linte atë përshtypje, por nuk e di si e lexove ti. Do mendoni që atentoj sërish të mazhoranca? Më vjen keq, po unë do ta banalizoj pak më tepër vendimin e gjykatës kushtetuese. Mban mend kur ishim në shkollë dhe na thoshte mësuesi tek detyrat. I ke bërë diçka, po ik rregulloj edhe hajde prap. Nesër. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese. I thot qeverisë, ke gabime në procedurë e tjera dhe hajde prapë. Stelo. Stelo. Dhe e gjitha pastaj është tek finalja, askush nuk di çfarë u bë sot. Çfarë u bë? Erion Veliaj u kthye kryetari i Bashkisë Tiranës. Kjo është e parë. Jo, nuk ishte i shkarkuar. Ishte pezulluar shkarkimi, lutem. Jo, ku pezulluar? Pezulloi gjykata kushtetuese. Pezulloi gjykata kushtetuese. Pezulloi zgjedhjet, po jo shkarkim. Me ato vendim në mënyrë direkte bashkiak ka qenë detyrë ai. E vetja flasim që u rikthy pra detyrë Brisida. Po flasim çfarë dha pasoj vendimi i gjykatës. Dakor. Po vetëm një muaj s'ka qenë detyrë. Po s'ka, po e ktheu pra. Sot është kryetari i Bashkisë Tiranës. Kush do ta ekzekutojë vendim? Domethënë thjesht do marr rrogën. Nuk i ndërpritet rroga. Asnjë gjë tjetër nuk ka bërë gjykata kushtetuese lidhur me Erion Veliaj. Se vetëm rrogën se merr. Ai mund të rasti tani Anuel Aristanin çdo ditë edhe ti. Patjetër. Fal, po kryetari i Bashkisë po rri afër, po rri në Malzi. Ndjes Martin shumë. Ati zotris, po jo mos u çmend. Është precedenti. Po nuk është precedenti. I shkon me karrocë, po jo more ka dhomën e dedikuar, po jo pra jo, se nuk është i gjithë tjerë një kryetar bashkie atje. Sepse varet çfarë ligji penal ka, një ligj penal të kodit. Po nuk është i dënuar, po nuk është ligjin penal. Unë di drejta themelore njeriu të Brito. Njeriu është dhe shqiptari i vorfër këtu, edhe ai në New York. Thelbi është karroca me letra e Erion Velis, atje të zyra, edhe Abedin Majshënim, kryetari tatimeve të doktorit, kryetari tatimeve të doktorit, po në kryet tatimeve. Ka që shka? Se Veliaj punon me kazëm gjatë ditës, se dini gjë që du dalin rrugë dhe të mbjelli... Zoti Flogert haron të bëj kronologjinë e sakt. Mos harojmë që
përpara se të fillonte shkarkimi, edhe para se të fillonte Asambleja e Partisë Socialiste në 11 shtator, zoti Velie pati një përplasje të fortë me zotin Rama, pikërisht për çështjen e kryetarëve, saqë arriti deri aty, saqë tërhoqi mbrapsh urdhrin që kishte nxjerrë për të shkarkuar nën kryetarin që kishte zgjedhur Rama, sepse vajti Rama vetë fizikisht në bashki, Veles tha që për mungesë komunikimi nuk u morën vesh. Po, mbas vendimi i gjykatës kushtetuese ndryshon atmosfera president. Nuk besoj se ndryshon gjykata kushtetuese, atmosfera te gjykata kushtetuese tani. Jo, atmosfera në raportet që Velia do mbajë me Bashkinë e Tiranës. Ai e ka pasur mandatin derisa u shkarkua nga Këshilli Bashkiak. Tani po rimerr atë mandat të cunguar, sepse unë e rrithem gjithmonë, Velia de facto nuk është kryetar bashkie. Mund tjetë de jure, po de facto nuk është në qeli dhe nuk mund të kthehet më prap, sepse gjithë tani thonë, ajta kthejmë në zyrë, ajta kthejmë në shtëpi. S'po flas për zotin Velia konkretisht, sepse gjithë kujtojnë se kam gjë me Erion Velia si personazh, po flas për një titullar të lartë të shtetit shqiptar. Nuk mund të kthehet ke vendi krimit, sa ai pikërisht në atë funksion, në atë tavolinë, me atë kompetenca që pati, arriti të ketë 13 vepra penale, korrupsion aktiv dhe pasiv, dhe asnjë gjykat nuk mund ta tolerojë ta kthejë prap në zyrë që ai të shtojë veprat penale, sepse është një person që tregoi që ku kishte atë lloj funksion, arriti ta abuzonte. Dhe kjo është logjike thjesht juridike në çfarë do të shteti. Kurse sa për Malinezi e rrithem, ligji shqiptar përpara burgimin është e përcaktuar qartë se si mund të vazhdosh, çfarë mund të bësh, ku mund të takosh, aktivitetet e gjitha dhe nuk flet kurrë për arsyet e punës, si të vazhdosh punën ose të kesh këto lloj gjëra që thotë Flogerti që i ka Malizi. Sepse ka gjatë gjithë kohës që na marrin zoti Velia na mori atë të Venezuelës. Nuk kthehet se është i korruptuar, ne nuk e dimë është i korruptuar. Të Budvës. Jo, zoti Velia në fjalimin e tij tha më të Kolombisë. Domthon, këta gjatë gjithë kohës ne po shohim që Velia dhe mbështetësit e tij marrin gjithmonë element nga jashtë. Unë mendoj që ligji shqiptar është ligj konkret edhe ka edhe referenca konkrete. Unë nuk mora Kolombin. Po, Lega. Unë mendoj që ka dy aspekte. E kishte kur i referohet të mbështetësit e tij. Po. Ka dy aspekte kam kompleks të shtesë parim. Edhe atë shokë kemi pas, edhe e kemi. Parim e mbështesim gjithë. Ka dy aspekte të cilat duhet të analizojnë rolin e zotit Velia. Aspekti i parë është administrativ, që ka lidhje me faktin nëse ai është i aftë të drejtori Bashkinë e Tiranës nga burgu, një, dhe dyta është raporti... Kufizuar e ka mundësit, pa tjetër. Si? Të kufizuar e ka mundësit, pa tjetër, po... Te për të vërë, 10% mundësi, 5%. Se unë e di se paktën se sa mund bësh nga burgu.